Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndjeqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Në takimin e sotshëm lexojmë dy pjesë prej librit të parë të Samuelit, kapitujt 8 deri në 15. Leximin e tekstit do ta bëj Joana Marku nga Ganjolla, famullia Jubanit, katekezen Adelina Palushi nga Prishtina. Prej librit të parë të Samuelit, kapitulli 8, rreshtat 1 deri në 6. Si u plak Samueli, i vuri bijtë e vet për gjyqtar të Izraelit. Djali i tij i madh quhej Joel, e i dyti quhej Abia. Detyrën e gjyqtarit e ushtronin në Bersabe. Por se bijtë e tij nuk shkonin udhëve të tija, të prirur pas fitesës, merrnin dhurata dhe shtrembëronin të drejtën. Atëherë u bashkuan të gjithë pleqt e Izraelit e shkuan te Samueli në Ram. I thanë: "Ja, ti u plake, e fëmijët e tu nuk ecin udhëve të tua. Tani pra, na cakto një mbret, siç e kanë të gjitha kombet e tjera, që të na gjykoj." As pak nuk i pëlqeu Samueli që i thanë: "Na cakto një mbret, që të na gjykoj." Por Samueli ju lut Zotit. Ky tregim fillon një etapë të re brenda librit të parë të Samuelit. Kapitulli 7 mbyllet me Samuelin si gjykatës që korr fitore, si reformues i suksesshëm, si profet, dikush që mban besnikrisht ligjin e Mojsiut. Kapitulli 8 paraqet një krizë. Samueli plaket edhe bijtë e tij dështojnë në besnikrinë ndaj Zotit. Populli shprehet i pakënaqur me udhëheqësinë e tij profetike dhe me situatën e përgjithshme sociale në Izrael. Populli, siç do ta themi shpejt, i përfaqësuar prej pleqve kërkon një mret. Brenda një kapitulli kalohet si papritmas prej fitores në krizë, por ky është një mësim. Asnjë fitore nuk është përfundimtare, asnjë fitore nuk përjashton disfata. Njeriu duhet jetë i përvojtur dhe të presë si fitore si disfata. Fitoria më e madhe e njeriut është besimi në Zotin, është besnikëria, feja. Fitore e madhe për njeriu është të ruajë tiparet e veta njerëzore, marrëdhëniet njerëzore, vlerat njerëzore. Në aspektin e tregimit biblik në përgjithësi, këto kapituj 8 deri në 12 tregojnë mbi origjinën e mbretërisë në Izrael. Monarkia ka ardhur si pasojë e pakënaqësisë së popullit. Ka në Izrael pozita sisoj që ishin kundër monarkisë, si shembull të pozitave kundër monarkisë mund të lexohen libri i parë i Samuelit, kapitulli 8, rreshtat 1 deri në 22, kapitulli 10 rreshtat 17 deri në 27, kapitulli 12 rreshtat 1 deri në 25. Kjo tregon se jo të gjithë kanë qenë dakord, por edhe asisht që ishin shumë në favor të zgjedhjes së mbretit, si për shembull kapitulli 9 rreshtat 1 deri në 10, kapitulli 9 rreshti 16, por edhe kapitulli 11 rreshtat 1 deri në 15. Rreshti i parë që lexuam e ambienton tekstin në një periudhë tranzicioni, në kohën kur Samueli u plak dhe nuk ishte më në gjendje të luante as rolin e profetit, as rolin e gjykatësit, ai vendosi djemtë e tij në pozitë të gjykatësve. Por shënimi i tekstit se Samueli u plak, ki zaken Shmuel në hebraisht, tregon një farë vjetrimi jo vetëm të tij si person, por edhe një farë plakësie të përgjithshme në shoqërinë e Izraelit. Tek libri i parë i Samuelit, kapitulli 22, kemi lexuar të njëjtin formulim, rastin kur Eli ishte plakur shumë. Atje shkruan vë Eli zaken me od, Eli u plak shumë. Janë paralele këto dy informata, të lidhura me pleqërinë e këtyre dy personazheve. Derisa ata ishin të fortë pa marrë parasysh të gjitha sfidat që nuk ishin të pakta, punët shkonin mirëboll, por tash kur u plaken, fillojnë krizat, sepse gjeneratat e reja nuk janë në nivelin e prindve të tyre. Samueli vendosi si gjykatës në Izrael tha me fëmijët e vet, por ata nuk ishin të përgatitur as pak për një shërbim të tillë. Në hebraisht gjejmë këtë formulim: Vajasem et banau shofetim lë Israel. Vendosi fëmijët e vet gjykatës në Izrael. Por në fakt folja sum tregon
një farë vendimi arbitrar, gati të dhunshëm, gati si tepër subjektiv. A i caktoi bijtë vet, por pa menduar a do t'jenë të pranuar apo jo, e sidomos a do t'jenë të përgatitur apo jo. Samuelin e kishte thirrë Zoti disi qysh në barkun e nënës. Ai e kishte falur sepse Hanna e kishte lutur duke u derdhë për tokë, si kemi thënë herën e kaluar, me qëllim që pastaj t'i kushtohet Zotit. Por tash punë janë ndryshe, Zoti nuk do të pranoj do që të përfaqësoj para popullit të vet. Populli nuk është populli i atij që udhëheq, por është populli i Zotit. 2 djem kishte Samueli, njësoj si Eli. I pari e kishte emrin Joel dhe i dyti Avia. Joel është emër i dyfisht i Zotit. Adonai është El. Zoti është hyj me fjalë tjera. Kurse i dyti e ka emrin Adonai është ati im. Zoti është ati im. Zotin e kam atë. Emra shumë të shenjtë pra. Të dy këto emra janë si farë besojmash, kanë premisat mira, por nuk mjaftojnë premisat. Si gjithmonë njeriu duhet ta tregojë veten me fakte konkrete. Rezultatet tregohen në jetë, kur bëhen bashk fitoret dhe disfatat. Nuk mjafton të thuhet as simbolikisht, unë besoj se Zoti është hyj, ose unë konsideroj hyjin atë. Kjo mirë, por varet pastaj në jetë, a e konsideron për një mend, apo jo, a përjeton këtë, apo jo. Këta 2 djemë të Samuelit jetonin në Bersheva. Ky qytet ka rëndësi gjeografike dhe simbolike. Bersheva ndodhet në jug të skajshëm të Judes, në kufirin më jugor të Izraelit, në shkretir. Por Samueli vepronte siç shkruan libri i parë i Samuelit kapitulli 7, rreshtat 16 deri në 17, po lexojmë në Betel, Galgala, Macfa, e ushtronte detyrën e gjyqtarit në qytetet e përmendura. Pastaj kthehej në Ram, sepse aty e kishte shtëpinë dhe atyre ndo ushtronte detyrën e gjyqtarit të Izraelit. Këto lokalitete që përmend libri i parë i Samuelit kapitulli 7, rreshtat 16 deri në 17, përfshirë edhe Ramen, ndodhen në qendër të Izraelit, ku vepronte Samueli, kurse djemt i kishte në jug, në periferi. Ata s'kishin prej kujt të mësonin dhe mund të bënin çfarë të donin. Rreshti 3 përshkruan mëkatin e tyre, por se bijtë e tij nuk shkonin udhëve të tija, udhëve të Samuelit pra, të prirur pas fitesës merrnin dhurata dhe shtrembronin të drejtën. Vetë autori karakterizon këta 2 djem si të pamoralshëm, jep 3 akuza. E para akuzë është kjo: vajit u akhare ha batsa. Është një mënyrë të thuhet se ata janë dhënë pas fitimit të pandershëm. Betsa është pikrisht fitim i pandershëm, ndonjëherë edhe lakmi, është pretendimi të përvetësohet diçka që është krejt e pamerituar. T'japim disa shembuj të kritikës profetike kundra kësaj tendence, tendencës së fitimit të diçkajt krejtësisht të pamerituar. Jeremia kapitulli 6 rreshti 13. Prej me t'vogli deri tek më i malli të gjithë janë dhënë pas horjatis. Nga profeti deri te prifti, të gjithë si një po bëjnë drelli. Jeremia akuzon pra kooperacinë dhe fitimin me drelli, të kryer prej atyre që janë në pozitë të autoritetit. Kapitulli 8 rreshti 10 prapë Jeremia e njëjta gjë. Prandaj gratë e tyre të tjerëve do t'ua jap pushtuesve arat e tyre, sepse prej me t'voglit deri te më i malli të gjithë janë dhënë pas horjatis, prej profetit deri te prifti, të gjithë si një po bëjnë drelli. Ezekiel 22:27. Prisit e tij në mesin e qytetit, por si ujq grabiqar presh për të derdhur gjak, për të vrarë njerëz, për të dhënë pas plaçkës. Ezekieli me një fjalor tjetër flet për plaçkitje të kryer prej këtyre individëve që janë të vendosur aty për të siguruar drejtësi dhe jo për të plaçkitur njerëzit. Djemtë e Samuelit pranuan rishfet, vajikehu shohad. Shohad, rishfeti, është një ndër gjërat e ndaluara rreptësisht prej ligjit të përtrirë, kapitulli 16, rreshti 19. Thot aty ligji përtrirë kështu: mos e shtrembro drejtësinë, mos i pa ja mbajtës, mos merr dhurata sepse dhuratat i verbojnë sytë e të dijshmeve dhe dëmtojnë çështjen e të drejtëve. Fjala rishfet këtu karakterizohet prej dhuratave. Me fjalor të sotshëm kishim folur për korrupsion. Ai sipas ligjit të përtrirë verbon sytë edhe me të dijshmeve.
Veprimi sipas ryshfetit shtrembron drejtësinë, pikrisht atë që bëjnë djemtë e Samuelit. Bijtë e Samuelit bëjnë saktësisht atë çfarë ligji u andalon gjykatësve. Ata ishin gjykatës, por gjykonin në bazë të fitesës personale, jo të meritave dhe të drejtësisë. Por drejtësia është në themelin e shoqërisë, thot për shembull profeti Amos, kapitulli 5, rreth 24. Më mirë të rrjedh si uji e drejta dhe si lumi që shterr drejtësia. E drejta dhe drejtësia duhet të rrjedhin si lumi pra, të mos ndalen asnjëherë. Profeti Mikea, kapitulli 6, rreth 8. Të është dëftuar ç'është e mirë, o njeri, e çka Zoti kërkon prej teje. S'kërkon tjetër, por të zbatosh drejtësinë, të duash mirësinë, të jetosh kujdesshëm me hyjin tënd. Profeti Mikea kështu e përmbledh kërkesën e Zotit për njeriu. Një detyrë ka ai, të jetë i drejtë. Tregon libri i parë i Samuelit, kapitulli 8, rreth 4, se pleqët e Izraelit u mblodhen te Samueli në Rama. Mbledhja e pleqëve dhe vendimi i tyre e kemi thënë sa herë tek lexo Biblën me ne, e kemi hasur shpesh si dukuri, sidomos tek leximet e librave historik, është një shenjë se një vendim do të mirret. Zikne Izrael, pra janë përfaqësuesit e ligjshëm të bashkësisë, pleqët e Izraelit. Mund të lexojmë si shembull librin e Daljes, kapitulli 3, rreth 16. Zoti flet me Mojsiun aty prej çubes që po digjej e nuk po digjej. Bashkoj pleqët e Izraelit dhe thua ju, Zoti hyi jetërve tuaj mu dëftua. Hyi Abrahamit, hyi Izakut dhe hyi Jakobit e më tha, erdhat ju shoh dhe pash gjithçka që po ju ndodh në Egjipt. Njësoj edhe te kapitulli 19, rreth 7. Mojsiu kthye i bashkoi krerët e popullit, zikne Izrael pikrisht, pleqët e Izraelit, dhe u tregoi gjithçka i kishte urdhëruar Zoti. Ka dhe raste tjera, si për shembull libri i Daljes, kapitulli 24, rreth 1, rreth 9 e shumë raste tjera. Këta provinte Samueli me autoritetin e krejt popullit janë të caktuar, të autorizuar. Fjalët e tyre janë të drejtë për drejta. Ja ti u plake, e fëmijët tu nuk ecin ullëve të tua, tani pra na cakto një mret, siç e kanë të gjitha kombet e tjera që të na gjykojë. Pleqëria e Samuelit ishte një arsye serioze për të bërë diçka. Ai ishte i mirë, i drejtë, por nuk ishte me forca fizike. Konstatimi i tyre ishte i drejtë dhe i saktë. Ata nuk e akuzojnë Samuelin personalisht. Ata dallojnë midis tij dhe bijve të tij. Ky dallim është i rëndësishëm, nuk është diçka personale, por objektive. Ata janë kundër asaj mënyre të udhëheqjes, jo kundër Samuelit. Sikurse djemtë e tij të kishin qenë të drejtë, me siguri kishin folë fjalë tjera. Ata kërkojnë prej profetit plak që të caktojë një mret për të gjykuar. Është hera parë që kërkohet një meleh, një mret. Deri tani Zoti është quajtur mret. Prej këtij momenti hyn në tregim mundësia e zgjedhjes së një mbreti njerëzor. Një element i dytë këtu është se ata kërkojnë mbretin që të sundoj këhol hagojim, të gjitha kombet, ose disa përkthime thonë sikurse të gjitha kombet. Nga ana e ligjit të përtrir kjo kërkesë duket e gabuar. Izraeli ka mbretin e vet, duhet ta ketë mbretin e vet, i cili do të zbatojë rregulloret e tija, rregulloret e Izraelit, jo ato të gjitha kombeve. Një shënim i fundit këto është se ata kërkojnë mbretin të jetë gjykatës, siç ishin gjykatësit tjerë. Nuk donin një sovran me forcë ushtarake, por një gjykatës që kujdeset për drejtësi. Samueli u pikllua, erdhi keq dhe ju lut Zotit. Ai nuk i mbron as pak djemtë vet, nuk mohon as se ishte plakur, por nuk ishte i kënaqur me kërkesën e pleqëve. Reagimi i tij është personal dhe i menjëhershëm. Ai ndihet ndoshta i refuzuar. Samueli ka një ndjenjë të brendshme të vështirë, ngjashëm me nënën e tij që kishte në tempull. Edhe ai lutet sikurse nëna, edhe pse në një formë pak më të ndryshme. Tek rreshti 7 Zoti i thotë se ai nuk duhet të prekupohet për vete sepse kjo kërkesë nuk ja ul vlerat profetit. Çështja është se ata nuk përbuzën ty, është fjala për pleqët, por më përbuzën mua që të mos sundoj mbi ta. Kush është sundimtar në Izrael? Kjo është çështja. Samueli do të mundohet të aprish mendjen, po lexoj tani pa e komentuar një pjesë, një fije të gjatë, por shumë të qartë, në të cilin Samueli pa sukses mundohet të ndryshojë mendjen. Ja e drejta e mbretit, po lexoj prej rreshtit 11. Ja e drejta e mbretit që do t'ju sundoj. Bij tuaj do t'i marr e do t'i vërë në karrocat e tia.
Do t'i bëj kalorës e do të vrapojnë para karrocave të tia. Do të caktoj ja e ja, do të lëvrojnë tokat e tia, do të korrin të mbjellat e tia. Do t'i bëj mjeshtër për armën e për karrocat e tia, po edhe vajzat tuaja do t'i marr, për t'i përgatitur erra të mira, për t'i zier e për t'i pjekur ati buk. Do t'i marr tokat tuaja me të mirat, vreshtat dhe ullishtat, do t'ua jap obortarve të vet. Ai do t'ju marr edhe të 10 e të mbjellave të tua, të prodhimit të vreshtave të tua, e do t'ua jap obortarve dhe zyrtarve të vet. Do t'i marr edhe shërbëtorët e shërbëtoret tuaja, qetë tuaj me të mirët edhe gomarët tuaj do t'i marr për të punuar tokën e tij. Do të marr të 10 e grigjave tuaja dhe ju do të bëheni skëllevrit e tij. Atë ditë do të kërkoni nim për shkak të mbretit që vetë do ta keni zgjedhur, por me kot se atëherë Zoti nuk do t'ju vështrojë. Por populli nuk deshti t'ja dëgjonte fjalën Samuelit, e ai tha, "Asesi, nuk ne duam mbret. Duam edhe ne të jemi si popuj tjerë. Do të na gjykoj mbreti ynë, para nesh do të dalë në luftë e do t'i luftoj luftrat tona." Mëkati këtu konsiston në dëshiren t'jenë si të gjitha kombet tjerë, jo të veçantë, jo të rezervuar për Zotin. Por kjo është esenca e të qenurit të shenjtë, të qenurit ndryshe prej tjerëve. Izraeli në këtë mënyrë refuzon të jetë i shenjtë, refuzon shenjtërinë. Kushdo që do ta lexojë tekstin, sepse nuk mund të lexojmë të gjitha këtu për arsye të kohës, do të vërej se ata menjëherë e zgjedhin mbretin Saul në një formë edhe një fije me një skenar të veçantë. Mirë po, tani të dëgjojmë një tregim tjetër, tregimin e fundit për sot, në të cilin shihet se si mbreti Saul nuk është ai që Izraeli kishte prit. Mbreti Saul ishte një mbret mëkatnor. Prej librit të parë të Samuelit, kapitulli 13, rreshtat 7b deri në 15. Sauli ishte ende në Galgal dhe popullin që ishte me të e kishte kapluar një tmerr i madh. Ai priti 7 ditë si kishte caktuar Samueli të vinte në takim. Por Samueli nuk erdhi në Galgal. Populli filloi të shpërndahet prej tij. Prandaj Sauli tha: "Mi sillni këtu flit e shkrumbimit e të pajtimit." Dhe ai kushtoi flin e shkrumbimit. Dhe ndërsa po jep të fund flisë të shkrumbimit, ja, po vinte Samueli. Sauli i doli përpara për ta përshëndetur. Samueli i tha: "Ç'ke bërë?" Sauli ju përgjigj: "Kur pas se populli po shpërndahej prej meje, e kur parë se dhe ti nuk po vije brenda ditëve që ki caktuar ti vetë, pastaj kur parë se filistejt janë bashkuar në Makmas, thash: Tani do të zbresin kundër meje filistejt në Galgal, dhe unë ende nuk e kam kryer lutjen ndaj Zotit. I shtrënguar nga nevoja, kushtova flin e shkrumbimit." Samueli i tha Saulit: "Ke vepruar marrësisht. O sikur tu ishe përmbajtur urdhërimeve të Zotit, hyjtën që t'i dha? Me siguri tani Zoti do ta kishte përforcuar mbretërinë tënde për amshim mbi Izraelin. Por mirërisht, mbretëria jote nuk do të qëndroj as sesi. Zoti kërkoi një tjetër njeri sipas zemrës së vet. Zoti atë edhe e vuri prijës mbi popullin e vet. Shkaku është, pse ti nuk i kreve që t'ka urdhëruar Zoti?" Samueli ngrit, e la Galgalën dhe shkoi në punë të vet. Populli tjetër shkoi pas Saulit për të ndeshur me ushtrinë në luftë. Prej Galgalës shkua në Gaba të Benjaminit. Sauli numëroi popullin që ishte me të. Ishin diku 600 burra. Ky tregim ambientohet në momentin e parë të krizës së madhe midis Saulit dhe Samuelit. Sauli tashmë i caktuar mbret largohet prej Zotit. Do të largohet prap edhe tek kapitulli 15 i librit parë të Samuelit. Filistejt po bënin presion, bijtë e Izraelit ishin mbledhur në Gilgal, në Galgala pra për luftë, por armiqt kishin ardhur me forca të mëdha. Kështu e përshkruan rreshti 5 i kapitullit 13. Edhe filistejt u bashkuan për të luftuar kundër Izraelit. Ishin 3000 karroca lufte,
6.000 kalorës, kurse populli tjetër i shumët si rëra që është në bregun e detit. Unë gjiten dhe unë ngullen fushimin në Makmas, në krahun e lindjes së Betavenit. Izraeli kishte filluar të shpërndahen nga frika, Samueli kishte punuar një fije dhe populli ishte tremb dhe ishte shpërnda. Patjetër se këto përshkrimi i 3.000 karrocave dhe 6.000 kalorësve është hiperbolik, thjesht për të treguar se numri dhe forca e filistenjve ishte shumë më i madh se ajo e izraelianëve. Reshtat 7b deri në 8 thonë se Sauli ishte ende në Galgala dhe popullin që ishte me të kishte kapluar një tmerr i madh. Ai priti 7 ditë si kishte caktuar Samueli të vinte në takim, por Samueli nuk erdhi në Galgala. Populli filloi të shpërndahet prej Saulit. Sauli po priste aty ku kishte thënë profeti. Ai si duket po i vinte shpresat në të, por kot, sepse popullin e kishte kap frika. Temën e frikës e kemi komentuar tek tregimet e takimit të detit. Frika është mëkat në kontekst të tillë biblik, sepse tregon dyshim në ndërhyrjen e Zotit. Mungon krejtësisht kurajoja e luftës, besimi në fitore. Mund të jetë ky një përkufizim i mirë i frikës, mungesa e besimit në fitore, mungesa e shpresës në Zotin, në provaninë e tij. Sauli ka pritur 7 ditë, ka respektuar numrin e saktë të ditëve të caktuara. Nga pikpamja e tregimit, ai ka bërë atë çfarë kishte thënë profeti. Gabimi i tij konsiston në diçka tjetër që lexojmë tek rreshti 9, pasi që dëgjojmë se Samueli po vononte. Sauli tha: "Mi sillni këtu flitë e shkrumbimit e të pajtimit", dhe ai kushtoi flinë e shkrumbimit. Ai paraqet 2 lloje flimesh të ndryshme, i kemi parë të dyja tashmë. Ola, e kemi takuar sa herë, është flia e djegur plotësisht. Është shenjë simbolike në nështrimi total ndaj Zotit, sepse e mani men kur e kemi shpjeguar, krejt i caktohet Zotit, asgjë si met njeriut. Flia e dytë është shelamim, janë flimet e paqes fjalë për fjalë, ose të pajtimit, flitë e pajtimit, siç e ka përkthyer Dom Simoni. Një pjesë i takon Zotit, një pjesë priftit dhe një pjesë atij që e kushton flinë. Ai pastaj e ofroi flinë Ola, këtu qëndron problemi kryesor, ai nuk është prift, nuk është i caktuar për këtë gjë, nuk është i autorizuar të kushtoj fli. Ka dallim midis rolit të priftit dhe rolit të mbretit. Mbretin e zgjell populli dhe Zoti e shuguron, kurse priftin nuk e zgjell populli. Ai takon fisit të Levit, të zgjedhur prej Zotit pikrisht për të kushtuar flinë hyjnore. Sauli po merr mi vete autoritet që nuk i takon, po abuzon me pushtetin e tij mbretëror. Sipas librit të parë të Kronikave, kapitulli 6, Samueli i përkiste fisit të Levit, edhe pse duhet thënë këtë nuk e thot në mënyrë kaq të qartë libri i parë i Samuelit, e thot vetëm libri i parë i Kronikave. Ai ishte dashur të priste Samuelin, edhe pak dhe nuk ishte dashur të kryente këtë veprimtari hyjnore pa qenë i autorizuar. Sauli merr mi vete përgjegjësi për të cilat nuk ka përgjegjësi, nuk ka as të drejtë të kryej ato veprime. Lexuesit të kujdesshëm i shkon mendja çfarë do të ndodhë shumë shpejt. Dhe ndërsa po jepte fund flisë shkërmbimit, ja po vjen Samueli. Sauli i doli përpara për ta përshëndetur. Samueli ishte plak, e dim tashmë, dhe elementet njerëzore ndikojnë gjithmonë, edhe kur është fjala për ushtrimin e kultit hyjnor. Ndoshta kishte vonuar nga pleqënia, ndoshta i kishin dalë punë tjera. Gjithsesi atij takonte ta ushtronte kultin, jo dikujt tjetër. Samueli mrin pikrisht kur Sauli ka mbaruar, por Sauli nuk kishte justifikuar që të bënte diçka që nuk ka të drejtë të bëj, sepse Samueli po vononte. Teksti thekson habin e Samuelit me shprehjen hebraike vëhine. Samueli habitet se sheh gjën e fundit që shpresonte, gjën e fundit që menonte se do të shihte, por edhe Sauli nuk do të donte që Samueli ta shihte duke bërë këtë veprimtari të gabuar. Janë të dy një fije të habitur, të dy të paknaqur me çfarë po ndodh. Samueli për çka po sheh dhe Sauli pse Samueli po e sheh. Sauli donte ta përshëndes, në hebraisht levarho, doli ta bekoj, që këtu është shprehja frazologjike për të përshkruar përshëndetjen. Kështu formalisht del me respekt ndaj Samuelit, formalisht respekton e prorin e vet,
por në fakt e dim se nuk e kishte respektuar, se s'kishte respektuar rolin e tij. Me asita, e pyet Samueli, çfarë ke bërë? Me asita është një mënyrë për të thënë, po çka ke bën ti kështu? Është formulë gjykimi. Shiko për shembull tek libri i Zanafils kapitulli 3, rreshti 13. Atëherë Zoti hyi i tha gruas, pse e bëre këtë gjë në shqip, por në hebraisht e gjejmë formulën ma zot asit. Çfarë ke bërë ti kështu? Gruaja u përgjigj me gënjeu gjarpri dhe hëngra, ajo justifikohet. Te kapitulli 4 rreshti 10 prapë i Zanafils, Zoti flet me Kainin. I tha, po çfarë bëre? Me asita, njësoj si tek rasti i Samuelit me Saulin. Zëri i gjakut të vllait tënd vërtet tek unë prej dheut. Ka edhe raste tjera të tilla ku përdoret kjo shprehje me asita ose ma asita, që do të thotë po çka ke bën ti kështu, që në vetvete nën kupton se është kryer diçka e keqe. Sauli justifikohet, por kot justifikimi i parë është se ai ka pa popullin që po shpërndahej, sikurse të donte të parandalonte shpërndarjen e popullit nëpërmjet kryerjes së asaj flije. E dyta, ti nuk po vije brenda ditëve që ke caktuar ti vet, ishte pra një farë forme që për këtë gabim të vetin të akuzonte Samuelin që kishte vonuar, dhe e treta se filistejt janë bashkuar në Makmas, prandaj ata janë shumë afër dhe do të duhej të kushtonte atë fli që Zoti të ndërhynte urgjentisht, sepse nuk ishte e mundur të pritej tepër. Të trija arsyet janë faktikisht e vërteta, por justifikimi zbulon problemin moral. Sauli fajson rrethanat, për shembull popullin, Samuelin, armikun, pa pranuar kurrë përgjegjësinë personale. Pra është njësoj sikurse tek tregimi i mëkatit të Adamit dhe të Evës, atje të gjithë i lanë fajin dikujt tjetër. Të gjithëve njeriu është i gatshëm t'u lënë fajin, ne e dim këtë gjë, por vetes jo. Sauli ka dhe justifikime tjera, tek rreshti 12 për shembull, ai shton elementin e frikës. Tani do të zbresin kundër meje filistejt në Galgala. Sauli kishte frikë që mos të vinë filistejt para lutjes, para veprimit të Hila bëne Adonai, pra para faktit të rënies me fytyrë për tokë para Zotit. Është një shënim paradoksal. Sauli justifikon shkeljen e kultit me nevojën e kultit. Ai donte të lutej ashtu si ishte ndaluar. Lexojmë në hebraisht këtë shprehje, va et apak va aale haola. Është vështirë ta përkthejmë me nuancat që hebraishtja vet i ka. Ideja është se unë e mora dhe e kushtova flin. Nuk mund ta shpjegojmë pra hebraishten sepse do të ishte e tepruar, por ky formulim tregon një farë dobësie tek Sauli. Ai sugjeron se u mundua të përmbahej dhe të mos ushtronte flin, por nuk arriti të përmbahej. Ishte si në kohë tundimi, ai e tregon veten si viktim të rrethanave, si të ishte i detyruar nga ngjarjet, por ishin justifikime boshe, si janë shpesh justifikimet janë boshe gjithmonë. Sauli nuk ishte mundur të rezistonte ndaj tundimit, por për çka? Për ta mbrojtur popullin prej sulmimit filistejve, apo ndoshta për të abuzuar me pushtetin e vet, sepse abuzimi me pushtet është një tundim shumë i madh, tundim në të gjitha sferat. Kush ka pushtet mund t'i kaloj kufijt e autoritetit të vet. Samueli i tha Saulit, ke vepruar marrëzisht, o sikur tu ishe përmbajtur urdhrimeve të Zotit, hyj tan që t'i dha. Me siguri tani Zoti do ta kishte përforcuar mbretërinë tënde për amshtim mbi Izraelin. Ke vepruar marrëzisht, e fjala parë që i thot Samueli, nis kalta në hebraisht, folja është sakhal. Në hebraishten biblike nuk nënkupton thjesht gabim intelektual, shënon një lloj verbërie morale dhe shpirtërore, një paaftësi për të parë si duhet. Disa herë përmendet kjo folje për të thënë këtë farë lloj budalleku të panevojshëm. Për shembull Zanafilla 30:28, libri 2 i Samuelit, kapitulli 24, rreshti 10. Sauli kishte gabuar, por sidomos në budallek, sepse tregohet i verbër kundrejt asaj çka ka rëndësi. Sauli gjithashtu nuk i ka mbajtur urdhrimet, kjo është verbëria kryesore, shkelja e beslidhjes. Ligji për Trir 5:12, këtë kemi cituar disa herë, kemi cituar edhe kapitullin 6
të ligjit të përtrirë, rreshti 2, rreshti 17. Gjykimi i Samuelit është i bërë qartësisht mbi bazën e urdhërimeve, jo mbi gjëra tjera. Mos ta kishte bërë këtë gabim, sipas Samuelit, me siguri tani Zoti do ta kishte përforcuar mbretërinë tënde për amshim mbi Izraelin. Premtimi i mbretërisë së përjetshme që do të kalojë te Davidi, kapitulli 2 i Samuelit, libri 2 i Samuelit, kapitulli 7, ishte i disponueshëm për Saulin, mirë po, mjerisht mbretëria jote nuk do të qëndrojë asesi, thotë Samueli. Zoti kërkoi një tjetër njeri sipas zemrës së vet. Zoti atë edhe e vuri prizë mbi popullin e vet. Shkaku është pse ti nuk i kreve çka të ka urdhëruar Zoti. Te kreshti 15 gjejmë një informat tjetër. Sauli numëroi popullin që ishte me të. Ishin diku 600 burra. Samueli niset e shkon në vendin e vet, pa lejuar negociata me mbretin. Mirë po mbreti kishte mbetur një mend vetëm. Ishte mbret me 600 burra. T'i japim 2-3 shënime teologjike mbi mëkatin e Saulit. Kush ka dëshirë mund të lexojë tjetrin tek libri i parë i Samuelit, kapitulli 15, është gjithashtu i vlefshëm për meditim dhe për kuptim të disa elementeve teologjike dhe shpirtërore, por unë nuk do të hyj aty. Së pari, faji i Saulit ishte specifik. Gabimi i tij është pa aftësia për të mbet besnik edhe në momentet e ngushticës. E së dyti, pa aftësia për ta pranuar gabimin kur ballafaqohet me të. 3 justifikime që gjetem tek rreshtat 11 deri në 12 zbulojnë një karakter që nuk pranon gabimin. Do ta shohim kur të flasim për mëkatin e Davidit. Davidi të paktën e pranon mëkatin, e pranon gabimin. Së dyti, Davidi është njeri sipas zemrës së Zotit, jo Sauli. Ish ki lëvavo. Kjo shprehje midis Saulit dhe Davidit qëndron një kontrast zemret i brendshëm. Sauli është i orientuar drejt vetes dhe drejt rrethonave të momentit. Davidi do të jetë edhe pse mëkatar, i orientuar drejt Zotit. Së treti, Sauli kishte mundësi reale. Zoti ja kishte dhënë shansin, por ai nuk e pranoi. Disfata e tij është pasojë e zgjedhjes së tij të lirë. Liria është dhuratë shumë e madhe, tipar njerëzor me të cilin Zoti na do gjithmonë. Vetëm veprimet e marrëna me liri kanë vlerë. Por liria e shpirtit është një prej qëllimeve të njerëzit më të vështira për të arritur. Ka nevojë për shumë punë me veten sepse njeriu shpesh shtyhet të veprojë, i drejtuar prej gjërave që e skllavizojnë. Liria e ka një veçori që nuk mund të meritohet, nuk blihet me pare. Ajo gjehet brenda vetes gjatë procesit të çlirimit prej idhujve, por liria zbulohet me së shumti, shijohet në përcaktimin e jetës për Zotin, në marrëdhënie të gjallë me Zotin. Kapitujt 8 deri në 15 të librit të parë të Samuelit përshkruajnë kalimin nga periudha e gjyqtarëve në themelimin e monarkisë. Samueli, i cili ishte njëkohësisht profet, gjyqtar dhe udhëheqës shpirtëror i popullit, po i afrohej fundit të jetës së tij. Bijtë e tij nuk ecën në rrugën e drejtësisë, por u lanë pas fitimit të padrejtë. Morën ryshfete dhe shtrembëruan drejtësinë. Kjo situatë i shtyu pleqt e Izraelit të kërkonin një mbret, siç e kanë të gjitha kombet e tjera. Në shikim të parë, kjo kërkesë duket e arsyeshme. Populli dëshironte stabilitet politik dhe një udhëheqës që do ta mbronte nga armiqt. Problemi nuk qëndronte në vetë institucionin e mbretërisë, sepse Zoti kishte parashikuar mundësinë që Izraeli të kishte një mbret. Problemi ishte motivi i zemrës së popullit. Ata nuk kërkuan një mbret sipas vullnetit të Zotit, por një mbret që t'i bënte të ngjashme me kombet pagane. Në këtë mënyrë, kërkesa e tyre shpreh një krizë besimi. Në vend që ta shihnin Zotin si mbretin e tyre të vërtet, ata kërkuan sigurinë te pushteti njerëzor. Kapitujt që pasojnë tregojnë se si Sauli, mbreti i parë i Izraelit, fillimisht zgjidhet nga Zoti, por më pas dështon për shkak të mosbindjes së tij. Në qendër të gjithë kësaj historie nuk qëndron mbreti por vetë Zoti, i cili mbetet gjithmonë sovrani i historisë dhe i popullit të tij. Në të gjitha këto ngjarje, shkrimi i shenjtë trajton një temë që mbetet aktuale në çdo kohë.
mënyrën se si ushtrohet autoriteti. Bijtë e Samuelit e shpërdorojnë autoritetin përmes korrupsionit. Populli kërkon autoritet sipas modelit të kombeve pagane, ndërsa Sauli e te i kalon autoritetin që është besuar, duke marrë mbi vete një detyrë që nuk ishte e tij. Në të gjitha këto situata, problemi nuk është vetë autoriteti, por shkëputja e tij nga Zoti. Vetëm kur autoriteti jeton në bindje ndaj Zotit, ai bëhet shërbim, përndryshe shndrohet në burim padrejtësie dhe rrëmuje. Në pjesën e parë, shkrimi i shenjtë na paraqet një situatë dhimbshme. Samueli kishte qenë një udhëhec besnik, një profet që e kishte dëgjuar zërin e Zotit që në fëmijëri, dhe që për shumë vite e kishte gjykuar popullin me drejtësi. Mirë po bijtë e tij nuk ndoqën shembullin e të Atit. Ata u lanë pas lakmis, pranuan ryshfete dhe shtrembruan drejtësinë. Mëkati i tyre nuk ishte vetëm moral, por edhe shoqëror e fetar, sepse përdorën autoritetin që u ishte besuar për përfitim personal. Navar Bible thekson se Bibla nuk e paraqet Samuelin si fajtor për mëkatet e bijve të tij, secili mbetet përgjegjës për zgjedhjet e veta. Megjithatë, fakti që Samueli kishte vendosur ata në këtë detyrë krijoi një krizë të thellë besimit të popullit. Në vend që të kërkonte një ripërtritje shpirtërore dhe kthim te Zoti, Izraeli kërkoi një zgjidhje vetëm njerëzore, një mbret. Këtu zbulohet mëkati i vërtetë i popullit. Ata thonë, na cakton një mbret siç e kanë të gjitha kombet e tjera. Problemi nuk është dëshira për një mbret, por dëshira për të bërë si popujt që nuk e njohin Zotin. Në vend që të ruanin identitetin e tyre si popull i zgjedhur, ata fillojnë të masin jetën e tyre me kriteret e botës. Në thelb ata po e zëvendësojnë besimin në Zotin me besimin në pushtetin njerëzor. Një detaj shumë domethënës në këtë pjesë është reagimi i Samuelit. Kur pleqt e Izraelit i kërkuan një mbret, shkrimi i shenjtë na thot thjesht, por Samueli ju lut Zotit. Ai nuk përgjigjet me zemrim, nuk mbron autoritetin e vet dhe as nuk merr vendime të nxituara. Përkundrazi, ai e çon gjithë situatën para Zotit. Kjo është zemra një profeti të vërtet. Samueli e di se zgjidhjet nuk lindin nga emocionet apo nga logjika njerëzore, por nga dëgjimi i fjalës së Zotit. Pikërisht lutja bëhet vendi ku ai dallon vullnetin e Zotit. Kjo është një mësim i madh edhe për jetën tonë kur përballemi me zhgënjime, padrejtësi apo vendime të rëndësishme. Tundimi ynë është të reagojmë menjëherë. Samueli na mëson të ndalemi, të lutemi dhe t'ia besojmë gjithçka Zotit, sepse vetëm ai e sheh të vërtetën e plotë dhe mund të na udhëheqë në rrugën e drejtë. Prandaj kjo mbetet jashtëzakonisht aktuale edhe sot. Edhe ne mund të bijem në të njëjtin tundim. Shpesh mendojmë se lumturia, siguria apo suksesi arrihen duke jetuar si të gjithë të tjerët, duke ndjekur logjikën e botës dhe jo Ungjillin. Kur besimi ynë fillon të matet sipas mentalitetit të kohës dhe jo sipas fjalës së Zotit, rrezikojmë të bëjmë të njëjtën zgjedhje që bëri Izraeli. Kjo pjesë na kujton se autoriteti është gjithmonë shërbim dhe se çdo përgjegjësi duhet të ushtrohet me drejtësi, ndershmëri dhe besnikëri ndaj Zotit. Lakmia dhe korrupsioni jo vetëm që shkatrojnë jetën personale, por lëndojnë të gjithë bashkësinë. Ndërsa te kapitulli 13 i librit të parë të Samuelit, pikërisht këtu shfaqet kontrasti i madh ndërmjet Samuelit dhe Saulit. Samueli në momentin e krizës zgjedh lutjen dhe pret përgjigjen e Zotit. Sauli, përkundrazi, në momentin e krizës zgjedh të veprojë vetë. Frika nga armiku, presioni i popullit dhe dëshira për të ruajtur kontrollin e shtyn të mos pres ardhjen e Samuelit. Kështu dy personazhet përballen me të njëjtën vështirësi, por reagojnë krejt ndryshe. Njëri ja beson situatën Zotit, ndërsa tjetri mbështetet te forcat dhe gjykimi i vet. Sauli gjendet përballë një situate të vështirë. Populli fillon të shpërndahet, filistejnë po afrohen dhe Samueli ende nuk ka mbritur. I kapluar nga frika, Sauli vendos ta ofrojë vetë flinë e shkrumbimit, edhe pse kjo nuk ishte detyra e tij. Në natyrën njerëzore, veprimi i Saulit mund të duket i arsyeshëm.
Ai dëshiron të kërkojë bekimin e Zotit përpara betejës. Mirë po Samueli e qorton rënd. Arsyeja nuk është vetëm fakti se ai kreu njërit që nuk i përkiste. Mëkati i Saulit ishte shumë i thellë. Ai nuk priti kohën e Zotit. Ai vendosi logjike njerëzore mbi bindjen ndaj urdhrit hyjnor. Frika e bëri të humbte besimin dhe ta merrte vetë në dorë atë që i përkiste Zotit. Ky është edhe thelbi i mëkatit Saulit. Ai uzurpoi një detyrë që nuk i kishte besuar. Në Izrael mbreti dhe prifti kishin misione të ndryshme. Mbreti nuk mund të zinte vendin e priftit apo të profetit. Kur njeriu del jashtë thirrjes që Zoti i ka dhënë, ai rrezikon të ndërtojë jetën mbi krenarinë dhe jo mbi bindjen. Shpesh edhe ne nuk dim të presim kohën e Zotit. Kur përballemi me vështirësi, kërkojmë zgjidhje të menjëhershme, marrim vendime pa u lutur dhe mendojmë se gjithçka varet vetëm nga aftësitë tona. Por Zoti nuk na kërkon vetëm të bëjmë gjëra të mira. Ai na kërkon të i bëjmë sipas vullnetit të Tij. Besimi i vërtet nuk matet vetëm me rezultatet, por me bindjen. Ndonjëherë tundimi më i madh nuk është të bëjmë të keqen, por të bëjmë të mirën në mënyrën e gabuar dhe jashtë kohës së Zotit. Në këtë mënyrë historia e Saulit bëhet një paralajmërim për çdo besimtar. Nuk mjafton zeli apo dëshira për të vepruar. Është e nevojshme që zemra të mbetet gjithmonë e hapur ndaj fjalës së Zotit dhe në bindje ndaj kishës, e cila vazhdon misionin e Krishtit në botë. Këta kapituj të librit parë të Samuelit na mësojnë se Zoti nuk kërkon para së gjithash pushtet, sukses apo madhështi njerëzore, por një zemër që ditë të dëgjojë dhe t'i bindet fjalës së Tij. Mëkatet e bijve të Samuelit, të cilët e shfrytzuan autoritetin për përfitim personal, kërkesa e popullit për të qenë si kombet e tjera dhe mosbindja e Saulit, i cili mori mbi vete një detyrë që nuk i ishte besuar, tregojnë se sa lehtë njeriu largohet nga Zoti kur mbështetet vetëm në forcat dhe logjikën e vet. Edhe ne le ta shqyrtojmë zemrën tonë. A jetojmë autoritetin si shërbim? A dim të presim kohën e Zotit dhe a mbështetemi të vullnetit i Tij edhe kur rruga duket e vështirë? E gjithë kjo histori përgatit ardhin e Jezu Krishtit, mbretit të vërtet, në të cilin përmbushet çdo premtim i Zotit. Ndryshe nga Sauli, i cili humbi mbretërinë për shkak të mosbindjes, Krishti u bë i bindur ndaj Atit deri në vdekje, mu deri në vdekje në kryq, duke fituar për njerëzimin mbretërinë që nuk do të ketë kurrë mbarim. Ai nuk erdhi për të sunduar sipas logjikës së pushtetit njerëzor, por për të shërbyer dhe për dhënë jetën e Tij si shpërblim për shumë veta. Prandaj edhe ne jemi të thirrur ta ndjekim Krishtin, duke jetuar jetën tonë besnikëri, për vujtëri dhe bindje ndaj Zotit, që zemra jonë të bëhet gjithnjë më shumë sipas zemrës së Tij. Herën e ardhshme në takimin ton Lexo Biblen me ne do të vazhdojmë leximin e librit të parë të Samuelit, pjesë prej kapitujve 16 deri në 26. Janë tregimet njoftuna shumë të bukura, hyn në skenë këtu me forcë mbreti David. Është pjesa ku ndodhet tregimi mbi Davidin dhe Goliatin, mbi smundjen e Saulit, mbi mënyrën se si Zoti e zgjidh Davidin për mbret. Lexoni të shtëpia, janë pjesë shumë të bukura, do t'i kuptoni më mirë, por sidomos do t'i shijoni nga ana e bukurisë së tyre të veçantë. Për sot ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoftë të gjithëve.